Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh, pasha ata engjëj që janë të radhitur, dhe ata që i pengojnë njerëzit prej mëkateve, dhe ata që e lexojnë Kur'anin. Në të vërtetë, Zoti juaj është një, Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çka gjendet mes tyre dhe Zoti i lindjes së verës dhe dimrit. Me të vërtetë, ne e kemi stolisur qiellin e kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, dhe e mbrojmë nga çdo djalë kryeneç, që mos t'i përgjoj me leqet e lartësuar, ata djajcumuar nga të gjithat, për t'i dëbuar ata për ta ka vuajtjet e përhershme. E ai që grabit diçka, atë ndjek dritë verbuse. Pyetja ata o Muhamedi, a është më i vështirë krijimi i tyre apo të gjitha gjërat e tjera që i kemi krijuar? Ata i kemi krijuar nga bota ballta ngjitse. Ti çuditesh nga mohimi i atyre e ata përqeshin. E kur t'ju drejtohen këshilla, ata nuk i pranojnë, dhe kur e shohin një argument, ata e nxisin njëri tjetrin për përqeshje. Dhe thonë, kjo s'është gjë tjetër veç se një magji e vërtetë. Ata thonë, vallë kur të vdesim dhe të bëhemi eshtra edhe, a thua një mend do të ngjallemi, dhe parardhësit tonë të lashtë. Thuaju, po, e do të jeni edhe të poshtëruar. Ky do të jetë vetëm një zë dhe të gjithë do të presim se ç'po ndodh, dhe do të thonë, mirë për ne, kjo është dita e gjykimit. Atyre ju thuhet, po, kjo është dita e gjykimit, të cilën ju e keni përgënjeshtruar. Engjëjve ju thuhet, të bëni njerëzit e keqinj e shokët e tyre dhe ato që i kanë adhuruar. Mos Perëndis e tregoju atyre rrugën e ferit, dhe i ndani ata do të pyeten, çka keni që nuk e ndihmoni njëri tjetrin i dhujt dhe adhuruesit e tyre? Por ata ditë do të janë plotësisht të dorëzuar, e do t'i afrohen njëri tjetrit dhe do të bëjnë pyetje mes veti. Do të thonë, ju, me të vërtetë, na keni ardhur nga ana e djathtë me forcë. Ata do të përgjigjen, jo, por ju nuk keni qenë besimtar. E ne nuk kemi pasur kurfar pushtetin mbi ju, por ju ishit populli i tërbuar. Andaj, u realizua fjala e Zotit mbi ne. Ne, me të vërtetë, po e shijojmë dënimin. Ju kemi mashtruar juve, me që edhe ne kemi qenë të mashtruar. Dhe ata atë ditë do të jenë së bashku në mundim, sepse ne kështu veprojmë të keqinjt. Kur u thuaj atyre, vetëm Allahu është Zot. Ata madhështoheshin dhe thonin me kasit, vallë, ati braktisim hinit tona për shkak të një poeti të marrë. Jo, ai nuk është poet, por ai e ka sjellë të vërtetën dhe i ka vërtetuar pejgamberet e mëparshëm. Me të vërtetë, ju do ta shijoni dënimin e dëmshëm, dhe do ta dënoheni ju vetëm për atë që keni bërë. E robërit e sinqertë të Perëndis do të kenë furnizën të caktuar, temë të ndryshme dhe do të jenë të respektuar. Në kopshet e dhuntive, në koltuqe, njëri përballë tjetrit, do të shërbejan me pije nga burimi që do të rrjedhë gjithmonë, me pije të bardha të shijshme për ata që do ta pinë. Me të verën nuk do të trullosen dhe prej saj nuk do të dehen. Dhe pranë tyre do të jenë gratë me shikin të ulur, e sy të bukur, sikur të jenë vezë të ruajtura, dhe ata do t'i qasen njëri tjetrit e do të bisedojnë. Dhe njëri prej tyre do të thotë, unë kam pasur një shok vohës, i cili thoshte, vallë dhe ti je nga ata që besojnë, që kur të vdesim e të bëhemi dhe eshtra, me të vërtet do të japim llogari. Do të thotë ai, a doni të shikoni? Dhe ai do të shikoj, dhe atë do ta sheh në midis të zjarrit. Ai thotë, pasha Perëndin, për pak më shkatërrove edhe mua, po të mos ishte dhuntia e Zotit tim, edhe unë do të isha në zjarr bashkë me ty. E për ne, nuk do të ketë me vdekje. Përveç vdekjes së parë, nuk do të jemi të munduar më. Kjo, me të vërtetë, është sukses i madh. Për diçka të tillë, le të angazhohen punëtorët. A më e mirë është kjo gjendje apo dru rrezikum? Ne, këtë sprove kemi bërë për zullumçarët. Një mend, ky dru del nga fundi i ferit. Fruti i tij është si koka e xhapinjeve të djajve. Me të vërtetë, ata do të hanë këtë frut dhe me të do ta mbushin barkun. Pastaj, ata do të kenë një përzierje me ujë të nxehtë për të pirë. E pas kësaj, me siguri, kthimi i tyre do të jetë në ferr. Ata i kanë gjetur të rritë e tyre në humbje. Prandaj, edhe ata vazhduan pas gjurmëve të tyre, por edhe para tyre, me të vërtetë, e kanë humbur rrugën shumë popujt e lashtë. Ne, me të vërtetë, u kemi dërguar atyre paralajmërues. Shiko se çfarë që e fundi i atyre që u paralajmëruan. Pos robërve të sinqertë të Zotit, ata nuk janë dënuar. E na thirrin e ndihmënu, e ne ju kemi përgjigjur bukur. E kemi shpëtuar atë dhe familjen e tij prej fatkeqësisë së madhe, duke i lënë në jetë vetëm pasardhësit e tij, dhe u kemi lënë kujtim të brezat e tjerë. Përshëndetja për Nuhun qoftë në mesin e të gjithë popujve. Ne, me të vërtetë, kështu i shpërblejmë bamirësit. Me të vërtetë, ai është nga robërit tonë, besimtar. Pastaj i fundosën të tjerët e besimtarët. Dhe, me të vërtetë, nga i tharët e tij është edhe Ibrahimi. Kur Zoti te veti erdhi me zemër të pastër, kur babait e vet dhe popullit e vet i tha, çka adhuroni ju? Vallë, a dëshironi hyni të rreshme në vend të Allahut? E çka mendoni ju për Zotin e gjithësisë?
Pastaj u hodhi një shik i myjeve dhe tha, unë jam i semur. Dhe ata u larguan prej tij, duke e lënë pas. Pastaj ai u përvot te yunit e tyre dhe u tha, a nuk po hani? Ç'keni, përse nuk flisni? Ju ofru atyre të nxesht duke i goditur me dorë të djathtë. Dhe ata njerëzit nxituan kahaj. Ibrahimi tha, vallë, a i adhuroni ju ato që i keni gdhendur putat? Perëndia u ka krijuar juve dhe ato që i bëni ju. Jo besimtarët thanë, përgatitni për të një godinë vatër dhe hadheni atë në zjarr. Dhe ata dëshiruan t'i bëjnë dinakëri, por ne i bëmë ata me të poshtruarit. Ibrahimi tha, unë po shkoj te Zoti im. Ai do të më udhëzoj. O Zoti im, dhuro ma një fëmijë të mirë të ndeshëm. Dhe ne djali quam atë me një çun të urtë. Dhe kur fëmia u rit aq sa të ndihmoj në punë, Ibrahimi i tha, o djali im, kam parë ëndër se duhet të pres, çka mendon ti? O baba, tha, vepro ashtu siç je udhëruar, në mend do të bindesh, nëse do Perëndia, se unë jam i durueshëm. Pasi e pranuan që të dy urdhërin, e rrezoi djalin e krah. Ne e thirrëm, o Ibrahimi, ti madje realizove ëndrrën. Ne, me të vërtetë, kështu i shpërblim bamirësit. Kjo, me të vërtetë, ka qenë një sprovë e qartë. Edhe ne e zëvendësuam atë me një kurban të madh, dhe ne i lam atij kujtim të mirë në brezat e mëvonshëm. Përshëndetja e madhe qoftë mbi Ibrahimin. Ja, kështu, na i shpërblim bamirësit. Ai, me të vërtetë, ka qenë nga robërit tanë besimtar. Dhe ne e kemi si ariquar atë me Isakun, pejgamber prej njerëzve të mirë. Dhe ne e bekuam atë dhe Isakun, por në mesin e pasardhësve të tyre ka besimtar dhe zullumçar të hapur për veten e vet. Ne e kemi dhuruar Musajin dhe Harunin, dhe i kemi shpëtuar ata, të dy dhe popujt e tyre nga mjerimi i madh. Dhe ne ndihmuam ata, e ata u bën fitimtar. Dhe u dham atyre librin e qartë. Dhe ju udhëzuam ata dy në rrugë të drejtë. Dhe ne u lam kujtim të mirë atyre të dyve në mesin e brezave të mëvonshme. Përshëndetja e madhe qoftë mbi Musajin dhe Harunin. Ja, me të vërtetë, kështu ne i shpërblim bamirësit. Në të vërtetë, ata dy janë nga robërit tanë besimtar. Dhe, me të vërtetë, Iliasi ka qenë njëri prej pejgamberëve. Përkujtoi kur i tha popullit e vet, a nuk po i friksoheni Perëndisë? Vallë, a i luteni ju balit lloj idhulli, ndërsa e lëni krijuesin me të mirë, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e të parëve tuaj të lashtë. Ata e konsideruan gënjeshtarat dhe për këtë shkak, me siguri, do të mbeten në dënim, pos robërve të sinqertë të Perëndisë. Dhe ne i lam atij kujtim të mirë për brezat e mëvonshëm. Përshëndetja e madhe qoftë për Iliasin. Ja, kështu ne i shpërblim bamirësit. Ai, me të vërtetë, ka qenë nga robërit tanë besimtar. Dhe, me të vërtetë, Luti ka qenë njëri prej pejgamberëve. Përkujtoi kur ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij, pos plakës që kam mbetur me të tjerët të dënurarit. Pastaj i zhukun të tjerët, dhe me të vërtetë ju kaloni pranë tyre në mëngjes. Dhe natën, a nuk po mendoni? Dhe, me të vërtetë, Yunusi ka qenë njëri nga pejgamberët. Përkujtoi kur ai ku deri te ania e mbushur për plot. Dhe hodhi shortin me detarët, e ai ishte njëri prej tyre që i ra shortit të hidhet në det. Dhe peshku e përbiu atë, e ai ishte i qortuar. Dhe, po të mos ishte nga ata që i lutën Zotit, me siguri do të mbeti në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes së të gjithëve. Dhe ne e hodhëm në një vend të shkretë, e ai ishte i sëmur. Dhe ne bëm që të dalë një bim kungulli për t'i bërë hije. Dhe ne e dërguam atë te 100.000 e më tepër njerëz. Dhe ata besuan, prandaj i dha mjet të këndshme deri një kohë. E pyeti ata u Muhamedi, vallë, a për Zotin tënd janë vajzat e për ta djemt? Ose ne krijuam engjëjt si femra, ata ishin dëshmitar për këtë? Ja pra, ata për shkak të gënjeshtrave të veta, thonë, Zoti ka lindur fëmijë, ata në të vërtetë janë gënjeshtar. Vallë, a vajzat i ka zgjedhë ai para djemve? Çka keni, si po gjykoni? A nuk po mendoni? Pe çuditse. Apo ju keni argumente qartë? Seni ju librin tuaj, nëse thoni të vërtetën. Ata idhujtarët kanë bërë farefisni në mes Zotit dhe engjëjve, kurse engjëjt e dinë se ata që flasin ashtu do të hidhen në zjarr. Lavdi Allahut qoftë i pastër Perëndia nga ajo që ata ja përshkruajnë atij, përveç robërve të sinqertë të Zotit që adhurojnë atë. Me të vërtetë, as ju as ato që i adhuroni ju, nuk mund ta mashtroni askë kundër Zotit, ose atij që do të digjet në zjarr. Çdo njeri prej nesh engjëjve ka vendin e caktuar. Ne jemi ata që qëndrojnë në radhë, dhe ne jemi ata që i lutemi atij Perëndisë. E ata kur i shitë, me të vërtetë, thonin, sikur të kishim ne librin që kanë pasur popujtë me pashëm. Ne, me siguri, do të ishim robër të sinqertë të Perëndisë. Ata e kanë mohuar atë Kur'anin, e së shpejti do ta dimë. Me të vërtetë, qysh moti është ditur premtimi për robërit tanë, pejgamberët. Ata, me të vërtetë, do të jenë të ndihmuar. Dhe, me të vërtetë, ushtria jonë do të jetë fitimtare.
Andaj shmangiu atyre deri në një kohë, dhe vëzhdojnë ata, e do të vëzhdojnë edhe ata. Vallë, a mos ata po kërkojnë shpejtimin e dënimit tonë? Kur t'ju bie dënimi në mesin e tyre, mëngjesi atyre që janë paralajmëruar është shumë i shëmtuar. Andaj, shmangu prej tyre deri një kohë, dhe vëzhgo, e do të vëzhdojnë edhe ata. Qoftë lavdëruar Zoti yt, Zoti i madhërisë, dhe qoftë i pastër nga ajo që ja përshkruajnë ata. Dhe përshëndetje e madhe qoftë mbi pejgamberët. Dhe falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e gjithësisë.